Ndërtimi dhe funksionalizimi i një spitali ushtarak nuk është ende në planet e shtetit, të paktën jo në ato publike. Aktualisht në kuadër të forcës së sigurisë së Kosovës funksionon qendra e mjekësisë, e cila ofron disa prej shërbimeve bazike mjekësore, teksa është vënë synim ngritja për një nivel. Në këtë qendër ofrohen shërbime ambulatore si shërbime të mjekësisë urgjente, mjekësi e përgjithshme, mjekësi interne, kardiologji, kirurgji e përgjithshme, psikiatri, oftalmologji, stomatologji, psikologji klinike, shërbimi farmacisë dhe shërbimi fizioterapisë. Të gjitha këto shërbime janë të pajisura me kabinetet e nevojshme. Çështje të nivelit strategjik shtetëror i vlerësoi FSK-ja pyetjet lidhur me planet dhe mundësitë e ndërtimit të spitalit ushtarak. Megjithatë, në strategjinë e mbrojtjes nuk përmendet askund spitali ushtarak. Edhe pse në planin 10 vjeçar gjithëpërfshirës të tranzicionit është parapar edhe avancimi i shërbimeve mjekësore, eksperti i sigurisë Drizan Shala vlerësoi se në rrethanat aktuale buxhetore afatshkurta nuk pritet ndërtimi i një spitali ushtarak. Vetëm mund të kemi ngritje të kapaciteteve dhe avancim të strukturave mjekësore brenda komponentës ushtarake të forcës së sigurisë së Kosovës, por në planin afatgjatë do duhet mendoj që Kosova të ketë një spital ushtarak, i cili do kishte me kontribu jashtëzakonisht shumë në çështje dhe specifikacione të caktuara që vijnë me mandatën dhe misionin që mund të ketë forca e sigurisë së Kosovës në atë kohë, do të jetë forca armatore të Republikës së Kosovës. Krahas vlerësimit se një i tillë duhet të buxhetohet deri më 2030, Shala theksoi se përveç shërbimeve, spitali ushtarak do të ndihmonte në ruajtjen e identitetit të pacientëve që janë pjesëtar të strukturave të sigurisë. Për të krijuar institucione serioze, ne do duhet kemi segmente dhe elemente dhe instrumente brenda këtij segmenti të sigurisë, të cilët merren kryesisht me mirëqenien dhe shëndetin e pjesëtarëve të tonë, qoftë ato policor, të ushtrisë apo të inteligjencës, të cilët mund dhe do duhej të kërkonin ndihmë për nevojat e tyre shëndetësore në spitalin ushtarak, ku di si personeli i spitalit ushtarak ka lënë një filtr të sistemit të sigurisë dhe informacionet do jenë konfidenciale. Ndër të rrallat herë kur një institucion i tillë mjekësor ushtarak është përmendur publikisht, është një listë kërkesash që presidenti Vjosa Osmani e kishte paraqitur në ditën e forcës më 2023. Edhe në operacione shumë komshë të përbashkëta